A e marton ti djalin e Axhës? Jo, kurse si, zotni. Na jemi shqiptar. Ky nuk është ligj që t'urdhënon. Po është ligj për në Arabi atje, në Turqi, në Iran, që është e lejume, mirë po, nëse tradita jonë, si shqiptare, që e ndalon, falë zotit, 7 brezna duhet ma lartë, që se tradita jonë nuk e lejon, atër Kurani thot këtu okej. Këtu nuk përzihet Kurani. Anë qoftë se sepse martesa me djalin e Axhës, tezës djadajes nuk është obligim. Këtu, do më thënë, ligji zotit nuk detyron mu martu me qikën e Axhës dajes. Prandaj, falë zotit, na jemi shqiptar, kjo martes për neve është haram. Ndërkaq, qose ligji i Leg Dugaxhinit, e Justinianit, e Mustinianit, e Filonit, e Fistekit, nuk ja jep motrës, baba nuk ja ndan hakin qikës vetë. E Kurani thot, atër këto na kemi me luftu. Kemi me luftu në mënyrë negociatash, që femra shqiptare me pas vlerën e saj, me pas të drejtën e saj, mos mu bo robi babës, i vllaut, i burrit, nesër edhe i djalit. Po me pas lirin e vetë, vetën e vetë në dorët vetë. Për ndryshe nuk ka liri ajo. Faleminderit shumë e vërtet, po mundohem. Ndërkaq, unë të krishterët i besoj që janë hall, sepse ata që nuk kanë ndjenjen hynore, fetare, ata kapën vetëm shqiptar. Kombi është, si me thonë, raja e jote. Atë dheu është raja jote. Ka ke arti, se kombi ka dalë para 200 viteve, jemi ndarë në për kombe e në për fise. Kombi është vonë është formu. Po atë dheu, toka i lire, deri në Kroacie, tutje, që ajo është me rëndësi. Prandaj, atë dheu është shumë e rëndësi, por edhe kombi është si kurse trungu që ka gjethe, që ka deg, e mrenda në deg, kemi geg, kemi tost, kemi dardan, kemi ilir, kemi pellask, kemi musliman, kemi të krishterë, kemi qka s'kemi. Po ato na jemi vetëm degët e këti trungu e kombi ton shqiptar, i cili ka rënjet drejt e në tokë. Ndërkaq, shpirti, frutet e tona janë të drejtuara nga qielli. E ato janë feja islame apo krishtere.